binohen këto, kur i jipet ndihmë kolegut, këtu i te kalojmë, dhe thot këto ngarkesat e tepërta, dhe po çka është një efekt edhe sinergjia është diçka që jep edhe ma tepër se sa prej vetës. Kur është një ekip që funksionojnë në një drejtim të duhur, dhe aty krijohet një sinergji që jepet mash ka qenë një thënje e Nejadacit në të kaluarën, kur thët grimcat janë më pak se sa tërësia. Dhe thët, kjo në ekonomi, dhe thët në menaxhim, thët se kur kontribojnë bashkarisht gjithë antarët e ekipit, dhe thët krijohet shumë a shumë energji, dhe thët shumë a shumë produktivitet, se sa nëse punohet individualisht në detyrat e tyre. Këto aktivitetet Resol janë tepër të nevojshme se, për shembull, përveç mramjeve që organizohen të na në fund vit, tash po organizojnë për menaxhim stresit shumë kompanie dhe aktivitete tjera. Si vjet kemë hek stresin me fushat ditë të fundit. Për shembull, një klient e tregoi që në vendin e punës në shtetin ku ai jeton, tha nesër kemi për vikend kemi aktivitet me shku me vozit traktor. Edhe kemi garë me traktor, ata IT me profesion, domethënë nuk kishin lidhje me aty. Diçka krejtësisht jashtë punës. Arian, si e përjeton ti fundin e vitit, në aspektin krijues, në aspektin e punës, angazhimit? Nëse krahasoj me fillimin e vitit, edhe me Arianën tash, e di që jam shtjerë pak. Je shtjerë? Okej, po e ndjen që... Po, se nga angazhimet e mëdha, projekti mu ka shku, do me thonë 7 muaj dhe në 8 muaj mu marrë vetëm me një projekt. Kështu që kur ta kryj që atë farë projekti, ti thu, okej, pak një balans ta maj, pak të pushoj. Marë frym pak. Po, exakt. Edhe të na bjena ja pritesa pak, po mundona gjithmonë me motivu vetin që apo të në mësonal, vazhdo. Po e vrej, nashta që një muaj, këqyrimi jo do skica, jo ngjyrat, jo materialet për koleksion, po gjithmonë pak si anash, hajtë se po më vynë pak vikendi me pushu, se jam edhe gjatë javës me angazhime tjera. Ka bilanci atyre që i ke realizua, apo ka planifikimi atyre që i ke vitin tjetër? Unë e menoj se që tash, që si ka meret, jam shtjerë, më vynë pak pushim. Okej, pauz. Po, exakt. Amo, se ashtë edhe pak e shëndeshme pak me posat kohën tane, e ju vetëm punë, se unë e sha që mu psikologjikisht nuk më bënë mirë, që jepi vetës ko, edhe bazona të rëndë që ato momente si të shë që jam pak me jetë, janë njësi prape... është veç si vjetë, apo gjithë vite ki kështu ciklin? Ke pas në i vit, po mund të themi, s'po them që ke pas burnout, po jenë di vërtet e lodhur kështu? Do është ashtë edhe koha, dini e ka ato të vetën, se unë e vrej që verës jam shumë ma kreative se dimnit, ndikon ashtë edhe koha, njerëzit në ashtë dalin dhe ma pak, jema shumë punë, është terë mbromje, do me arë në shpe, nuk është maj aktiviteti si i verës që është dritë deri në ora 10 natës. Bjen dinamika pak, bjen energjia. Për të mos ardhur deri te burnout, do thotë është një teknikë ndarjes ditës në 3 pjesë, do thotë 8 orë gjumë, 8 orë punë dhe 8 orë argëtim. 8 orë argëtim. 10 orën e kisha bërë 16 orë gjumë. Shenjat e burnout. Besoj që kjo do të ndihmoj secilin për të mos ardhur në situata të burnout, ku do thotë nuk kem vullnet me vazhdu as me i kry ato detyrat e zakonshme që i kem. Prof, je ndirë në njeri lodhur, e shel lodhjene në mesin e kolegëve, rrethi që është rrisë gjatë djetorit kështu,